Jung-woo, një 28 vjeçare nga Koreja e Jugut, ka zgjedhur të kalojë rreth një muaj duke eksploruar Shqipërinë, një destinacion që sipas saj nuk është ende shumë i njohur në vendin e saj. Ajo tregon se vendosi të vizitonte Shkodrën pas rekomandimeve të miqve evropian, të cilët i folën për bukuritë natyrore dhe plazhet që ka Shqipëria. Ndryshe nga qytetet shumë turistike që kishte vizituar më parë, si Londra dhe Parisi, Shkodra i ka lënë një përshtypje krejt tjetër. 안녕하세요. 저는 우영이고요. 여기 알바니아에는 Në Korenë e Jugut, Shqipëria nuk është një destinacion shumë i njohur. Doja të eksploroja vende të reja. Kam vizituar Londrën dhe Parisin, por ishin shumë turistike. Ndoshta kjo është arsyeja pse më pëlqen kaq shumë Shqipëria. and I already been to famous Turistja koreane vlerëson mikpritjen e shkodranëve, ushqimin tradicional dhe sigurinë që ka ndier gjatë gjithë udhëtimit të saj vetëm. I like people. Më pëlqejnë shumë njerëzit, janë shumë të sjellshëm, të mirë dhe miqësor. Më pëlqen edhe ushqimi, i cili është shumë i mirë dhe me çmime të përballueshme. Gjithashtu mendoj se Shqipëria është një vend shumë i sigurt për të udhëtuar vetëm. Safe to travel alone. Jung-woo shprehet se preferon të udhëtojë vetëm pasi kjo i jep lirinë të njohë njerëz të rinj dhe të eksplorojë sipas ritmit të saj. I like it. Më pëlqen sepse mund të njoh shumë njerëz të rinj dhe kam më shumë liri. Mund të bëj çfarë të dua, kur të dua. Because I can Ajo planifikon të qëndrojë në Shkodër për rreth 30 ditë dhe më pas të udhëtojë drejt Kroacisë për të takuar miqtë e saj. like a 1 month. Do të qëndroj një muaj këtu në Shqipëri, pastaj do largohem. Do të shkoj në Kroaci për të takuar miqtë e mi atje, por dëshira është të rri sa më shumë këtu në Shqipëri sigurisht. Then I will try other places. Në fund të intervistës, Jung-woo thotë se do të rikthehet sërish në Shqipëri, do të vijë edhe në Shkodër, si dhe do ta rekomandoj pa hezitim tek miqtë e saj.